Të dashur shqiptar, siç e shikoni dhe në monitor, videoja e parë ishte shumë e pafajshme, naive, disa sekonda ku unë ankohesha përse vaksinat jepen falas, por nuk jepen falas ilaçet për shërimin e kancerit, kimoterapia, ilaçet për insulinën, ilaçet për sëmundje të rënda gjenetike, nuk jepen falas, po përse janë vaksinat falas, dhe kjo video u hoq brenda 4 sekondash. Atëherë unë bëra një video tjetër që u bë virale, ku unë ankova që filmi im u hoq brenda 4 sekondave dhe kjo ishte vetëm thjesht habia ime madhe. Isha shumë i çuditur se çfarë të keqe pas kam bërë unë që filmi u hoq më një herë, ndërkohë që pikërisht pra, kjo ankesë përse u hoq filmi për ilaçet që duhet të jenë falas, ky film i ankesës për heqjen e filmit gjithashtu quhet si shkelje e udhëzimeve të komunitetit të këtij programi të çufave. Ne kemi parë vetë se si ata tregojnë njerëz të sakatuar, të gjakosur, tërmete, kafsh të torturuara, vajza lakuriqe, pasutjena, pambathje, psikopat që thonë që gjua shqipe është krijuar nga fjalë një rrokshe, dhe këto kanë vazhduar që me lindjen e rrjeteve sociale, ndërkohë që një sugjerim kaq i thjesht, kaq naiv, përse ilaçet mos jenë falas, që nga një rrezik kaq i madh për njerëzimin, një gjë kaq e thjesht, kaq humane që është pjesë e besimit në fakt, ata që janë njerëz të besimit katolik, të besimit ortodoks, por dhe të gjysmëhënës, të gjithë ata janë dakord për të drejtën universale që ilaçet jenë falas. Ky pas ka qenë rreziku më i madh për rrjetet sociale të çufave, siç e shikoni. Pra, tani u bindet përfundimisht që duhet hiqni dorë nga mbrojtja e flamingove, sepse çufot nuk duan që ilaçet të jenë falas, sepse firmat farmaceutike kontrollohen nga konglomeratet e tyre. U bindet tash cili është rreziku më i madh për shqiptarët, që ilaçet për ne të jenë falas, që të shpëtojnë nënat tona, motrat tona dhe vajzat tona nga helmet që vijnë nga Serbia dhe nga Greqia. Të dashur shqiptar, ka ndodhur diçka e rëndë. Brenda disa sekondave që nxora filmin në rrjetet sociale që të bëhen falas ilaçet për kancerin dhe insulina për diabetin, ndërkohë që vaksinat pse jepen falas, brenda 4 sekondash filmi është hequr nga të gjitha rrjetet sociale dhe po e nxjerr edhe një herë dhe ju lutem mbajini në kompjuter brenda disa sekondave që do e nxjerrun tani, sepse do e heqin prap, do t'rregoj dhe ekranin se si e hoqën dhe pas një lloj justifikimi. Thonë që keni shkelur rregulloren e rrjeteve sociale, në të gjitha rrjetet sociale. Dëshirën time për të hequr kancerin, ata e konsiderojnë si rrezik të madh. Ja pra, ku e keni përgjigjen për ushqimet e helmuara që vijnë në Shqipëri nga Serbia dhe Greqia. Kërkojnë të azjesojnë dhe shfarosin popullin shqiptar, e sigurt. Nëse vaksinat jepen falas, përse nuk jepen falas ilaçet për diabetin, insulina? Përse nuk jepen falas trajtimet për kimoterapi për njerëzit me kancer? Përse nuk jepen falas ilaçet për shërimin e kancerit, kimoterapia, ilaçet për sëmundje të rënda gjenetike, 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 ilaçet për sëm
Nëse vaksinat jepen falas, përse nuk jepen falas ilaçet për diabetin, insulina? Përse nuk jepen falas trajtimet për kimoterapi për njerëzit me kancer?